Ankesa të shumta kanë bërritur në redaksinë e Fax News, kjo në këtë rast për ujësjellës kanalizimet. Faturat e kripura që ju kanë ardhur familjeve të kryesisht të Tiranës janë të kripura për shkak se ditët e fundit është bërë një tender ku do të ndrohen macet e ujit dhe kjo si pasojë po ju faturohet në faturat e ujit qytetarëve. Një macës në tregun real të Tiranës faturohet rreth 8 euro, ndërsa deri në këtë moment ajo çfarë kemi arritur të mësojmë është që po tenderohet dhe po shitet tek qytetarët 8 herë më shumë se sa çmimi real. Qytetarë të shumtë kanë denoncuar në redaksinë e Fax News rritjen drastike të faturave të ujit pas vendosjes së ujmatësve të rinj nga UKT. Sipas ankesave, faturat kanë arritur deri në 80-90.000 lekë të vjetra për familje, ndërkohë që në shumë zona banorët thonë se uji mungon me orë të tëra ose nuk është i pishëm. Ndërsa drejtori i ujësjellës kanalizimeve Flowers shoshi let për teknologji moderne dhe sisteme për zbulimin e vjedhjes së ujit, qytetarët thonë se realiteti është krejt tjetër, nuk kemi ujë në çezme për të pirë, detyrohemi ta blejmë në markete. Ndërsa mungon transparenca për tenderat, kompanit përfituese dhe çmimet reale të pajisjeve, faturat vijnë të fryra. Për shumë familje, fatura ujit tashmë po rezulton më e rëndë se ajo e energjisë elektrike. Është qatu ujit komplet furnizimi edhe po në kalim janë edhe ujat e zeza që përzihen. Është ujë me klor që futet as jo mbark, po edhe mi marrë ertmet. Ujë pishëm ajë. Ndërkohë e paguan? E paguajmë, pa tjetër. Çfarë të bëjmë? Ujë pishëm nuk ka këtë. Ujë pishëm bleja atje thatë, që të bëjë gjirë dhe që e shetë. Ska tjetër. Pyetja që shtrojnë qytetarët është e drejtë për drejtë, si ka mundësi që kërkohet pagesa rekord për ujë, kur në shumë banesa mungon shërbimi bazë i ujit të pishëm blihet me bidona. Ndërsa flitet për Shqipërinë 2030 dhe projekte moderne, realiteti për mijëra familje mbetet i njëjtë, ende pa ujë të pishëm në çezma dhe me fatura çdo muaj më të kripura.